Çdo i ri është i aftë të realizojë ndonjë projekt. Gati çdo musliman dallohet në ndonjë pikë dhe shkuhet në ndonjë fushë të shpikjes, kështu që ato duhet patjetër të shfaqen që muslimanët të përfitojnë prej tyre. Ai i cili jeton për veten, do të jetojë i vogël e pa ndikim dhe ashtu do të vdes, kurse ai që jeton për umetin e tij, do të jetojë i madh dhe me ndikim, dhe ashtu do të vdes, me lejen e Allahut. Tek ai që nuk kristalizohen shenjat e dallimit ose pikat e fuqisë, le të punoj me këmbgulje që t'i gjej, t'i skalit dhe t'i zhvilloj ato. Nuk mund që të paramendohet të ketë njeri pa talent të caktuar, ose aftësi që veçohet me të. Çdo person sipas këtij rregulli posedon kapacitet që të jetë shpikës dhe i talentuar. Usame ibn Zeid, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, e udhëhoqi ushtrinë me shumë ushtar. Në mesin e tyre kishte sahabi të mëdhenj, dhe atë ditë Usame nuk i kishte të i kaluar as të 20. Bijtë e Afras, Muadhi dhe Muawidhi, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, ishin të etur për ta vrarë faraonin e këtij umeti, Ebu Xehlin. Nxituan të dy së bashku drejt tij dhe i ran me shpadë derisa e vran. Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, ishte komentuesi dhe kuptuesi i Kuranit. Ai ishte burim shkencor, yll në kuptimin e dijes dhe në nxënien përmendësh, qysh herët nga fëmijëria. Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, pati thënë: e mësova përmendësh Kuranin kur isha 7 vjeç, dhe e mësova përmendësh librin El Muwatta të Imam Malikut kur isha 12 vjeç. Shumë njerëz nuk janë të vetëdijshëm për të mirat e Allahut që i posedojnë. Kur i thuan ndokujt: bëje një projekt që të mësosh përmendësh një pjesë të Kuranit ose diçka nga dia, ka për të thënë: memoria ime është e dobët, mundësitë psikike i kam të përkufizuara, nuk mundem të mësoj përmendësh. Kështu arsyetohet shkaku që nuk e ka nisur asnjë hap të këtij projekti, se po ta niste, kishte për ta zbuluar në veten e tij atë që më herët e mendonte se nuk e dinte. Nga Muhamet el Munijidi.